Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Përsëri po shoqërohemi sot edhe me një tjetër recetë të një ëmbëlsireje të lehtë, të thjeshtë dhe pa pjekje. Jemi tani në sezonën e lule shtrydhave dhe sot do të përgatisim një recetë pikërisht me lule shtrydhe. Në total, unë po përdor lule shtrydhe, por fillimisht do të vazhdojmë që t'i pastrojmë lule shtrydhet nga të gjitha papastërtitë që i kanë brenda. Do t'i lajmë mirë me ujë dhe do t'i largojmë edhe fletët. Tani marrim një tenxhere pak më të vogël dhe vazhdojmë aty që t'i shtojmë lule shtrydhe të pastruara mirë dhe të prera kështu në copëza më të vogla. Tani tek lule shtrydhet do të shtojmë 6 lugë gjelle me sheqer. Ndërsa ujë do t'ju shtojmë dikon 2 deri në 3 lugë gjelle sa të zbuten pak lule shtrydhet. I vendosim tani në zjarr mesatar në zjerje, dikum parafërsisht për 5 minuta, derisa të fillojnë që të vlojnë mirë. Tani marrim një puding me aromë të lule shtrydhave. Dhe zakonisht më pyetni se sa gram janë pakot e pudingave që unë i përdor, dhe zakonisht unë i marr me këtë, të cilat janë nga 40 gram. Dhe tani paketimin e pudingës me lule shtrydhe vazhdojmë shtojmë në një inë më të vogël. Ndërsa për ta zbutur pudingun, do të përdorim 100 ml me ujë. Përzijmë mirë që pudingu mos na mbetet brenda me trupa dhe presim që lulet shtrydhet të vlojnë dhe të zbuten. Nga momenti që fillojnë të vlojnë lule shtrydhet dhe të zbuten, vazhdojmë që t'i shtypim kështu nga pak me një shtypse për patate. Dhe tani pasi janë zier mirë, i kemi shtypur mirë, vazhdojmë që brenda ta shtojmë pluhurin e pudingës. Përzijmë edhe një herë dhe vazhdojmë ta shtojmë te lule shtrydhet. Vazhdojmë tani duke përzier, e zijmë edhe për 2-3 minuta tjera, derisa kremi na troshet mirë. Dhe tani kremi është gati. Kremin e largojmë anës që të ftofat dhe ndërkohë që kremi ftofat, ne vazhdojmë të ta përgatisim pjesën tjetër të recetës. Dhe tani do të kemi nevojë për qumësht të kondenzuar me sheqer ose qumësht panda. Në total do të përdorim 350 gram. Recetën e qumshtit të kondenzuar, se si ta gatuani në shtëpi, e kam postuar në një video më herët ku kam përgatitur akullore. Të ju lë linkun këtu poshtë videos nëse nuk mund ta gjeni, por ju garantoj se mund ta gjeni lirisht në të gjitha marketet më të mëdha. E tani qumshtin e kondenzuar e shtojmë në një më të madhe. Tani te qumshti kondenzuar do të vazhdojmë që të shtojmë kokos. Por ju lutem bëni kujdes kur ta shtoni kokosin. Disa lloje të kokosit që janë kështu më të imta, duhet të shtojmë pak më tepër. Por nëse është më kokormadh kokosi, duhet të shtoni më pak. Në fillim do të shtojmë 150 gram kokos dhe do të shohim se a ka nevojë që t'i shtojmë më tepër. Vazhdojmë shtojmë pak nga pak dhe duke e përzier. Dhe tani vazhdojmë përzijmë derisa të sigurohemi që masa që e kemi shtuar të bëhet bashkë. Njëherë do të përzijej me lugë, pastaj do të vazhdojmë me dorë dhe në atë mënyrë do ta kontrollojmë më mirë. Pra po e vrini që kokosi është pak 150 gram, do t'i shtoj edhe 50 gram të tjera dhe në total u bën 200 gram kokos. Vazhdojmë tani që ta përzijejmë me dorë. Dhe tani brumin e Bountyt e kemi gati, e largojmë anësh, marrim një filxhan të vogël kafeje dhe brenda në filxhan shtrojmë naylon foli që të mund t'ja japim formën më lehtë ëmbëlsirave. Marrim nga pak nga pjesa e Bountyt që e kemi përgatit dhe duhet kështu të formohet një brum i mirë, të cilit mund t'ja japni formën lirisht. Vazhdojmë e shtrojmë te filxhani dhe pastaj me ndihmën e gishtave
e shtypim. Shtojmë edhe pak nëse ka nevojë. Duke krijuar vend për mbushjen. Tani kremi i ftohur me lule shtrydhe, marrim ka pak dhe vazhdojmë i mbushim brenda ëmbëlsirat. Marrim tani edhe pak nga brumi me kokos për t'i mbyllur ëmbëlsirat. Tani i largojmë nga filxhani. Tani e largojmë edhe folin dhe me gishta e shtypim edhe pak aty ku ka nevojë dhe përsëri që mos na ngjiten për duar, i rrotullojmë në pak kokos. Dhe të dashur miq, ëmbëlsirat në këto momente janë gati. Nuk ka nevojë që të presim që të ftohen shumë, mjafton vetëm 10 minuta në frigorifer dhe janë të gatshme për të vazhduar dhe për të shijuar. Dhe unë sot vendosa që t'i shërbej këto ëmbëlsirat mrekullueshme duke i shoqëruar me kafen e pasdites. Deri në mbi të recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.